Të paktën 49 persona kanë humbur jetën si pasojë e përleshjeve në Egjipt në përvitorin e përmbysjes së presidentit egjiptian Hosni Mubarak. Kështu është bërë ditur nga ministri i shëndetësisë të Sirisë Saad Abdel Salam Al Nafei, ndërkohë që qindra persona kanë humbur jetën që nga korriku kur ushtria rrëzoi presidentin egjiptian Mohamed Morsi. 3 persona janë vrarë nga të shtënat në një qendër tregtare në Maryland të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjarja ka ndodhur në Columbia Mall në Baltimore, 50 kilometra në veri të Washingtonit. Një person identiteti i cilit nuk bëhet i ditur, i cili dyshohet se është në mesin e të vrarëve, hapi zjarr ndaj vizitorëve në qendrën tregtare. Protestuesit në Tajland kanë rrethuar qendrat e votimit dhe kanë bllokuar votimin e hershëm përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Aktivistët antiqeveritar kërkojnë që kryeministri Shinawatra të japë dorëheqjen dhe sistemi politik të reformohet. Gjatë protestave kanë humbur jetën qindra persona.